Të nderuar familjar të dëshmorëve e martirëve të Kosovës, të nderuara struktura të shtetit, Presidenti i Republikës së Kosovës, shkëlqësia juaj Hashim Thaçi, deputet të Parlamentit të Kosovës, përfaqësues të subjekteve politike, nderuara Ministri Hoti, nderuara kryetare e Komunës së Gjakovës, zonja Kusari Lila, të nderuar përfaqësues të shërbimit politor të Kosovës, Garda e Forcave të Sigurisë së Kosovës, ju familjar, nga mbar Kosova, që sot jeni të bashkuar për të forcuar zërin e protestës ndaj krimit që u bën kurdoherë nga regjimi individ kriminal. Edhe sot, për të 18-ën herë, po përkujtojmë e po lotojmë në këtë lëndim të gjakut e të vdekjes. 27 prillin ku u vranë për një ditë, për pakës orë, 377 shqiptarë. Po ashtu, sot përkujtojmë edhe shumë e shumë ditë e data të tjera, me masakra, gjenocid, dëbim, urrejtje, plak e barot. Që t'i kujtojmë të gjithë dëshmorët e martirët të Kosovës, ju lus për 1 minutë heshtje. Lavdi. Masakra Mejës tashmë është bërë kujtesë mbar Kosovës, se këtu kishte krim mbi njerëzimin, kishte urrejtje jo njerëzore, kishte regjim kriminal, kishte vrasje e tmerre. Masakra Mejës bashkë me të gjithë familjarët e Kosovës duhet të bëhet zë i fuqishëm për t'i shërbyer historisë, se ata që bëjnë krime në vendin tonë nuk kanë vend kur më këtu, sepse është përdhunuar çdo e drejtë njerëzore, është përfillur besimi, drejtësia, ligji dhe humaniteti. Andaj, mos të hezitojmë e ta dëshmojmë para drejtësisë botërore atë që nuk e don as Zoti, as njeriu, e nuk e duron as toka e as natyra. Këtu në këtë memorial, plot eshtra e gjak, jemi për të ngushëlluar njëri tjetrin. Këtë lehtësim e bëjmë kur jemi bashkë. Bashkë jemi kur e peshojmë dhembjen. E sot bashkë jemi nga Mitrovica, Drenica, Kaçaniku, Krusha, Theranda, Klina, Peja, Podujeva, Ferizaj e shumë familjarë të tjerë që përjetuan luftën. Këtë përkujtim të nderuar të pranishëm e organizojmë në bashkëpunim me Qeverinë e Kosovës, Komunën e Gjakovës dhe shoqatat familjare të Kosovës. Tani lus kryetaren e Komunës së Gjakovës, zonjën Mimoza Kusari Lila, për një fjalë rasti. Të nderuar familjar të martirëve të 27 prillit, të nderuar familjar të dëshmorëve, veteran, invalid të luftës lirimtare të Kosovës, i nderuari Presidenti i Republikës së Kosovës, Zoti Hashim Thaçi, i nderuari Ministër, Zoti Abdullah Hoti, të nderuar deputet, të nderuar zëvendësministra, të nderuar prijes fetar, shumë të respektuar qytetarë të Republikës së Kosovës që sot keni rrugtuar nga anë mbi anë Kosova për të qenë këtu në një ditë me ne në ledinën e dhimbjes. 27 prilli po na gjen bashk me kujtimet dhe nderimet për masakrën më të madhe në Kosovë, ku në një ditë në pak orë u vran 376 persona. Sot, 18 vite më pas, kujtojmë ata që ishin të pambrojtur, që kishin mbetur në mëshirën e të pamëshirshve. Çdo njeri që ndalet në çast dhe reflekton mbi faktin se çfarë bëm, ku jemi dhe ku po e drejtojmë ëndrrën e tyre për liri. Ta kuptojmë se çfarë përgjegjësie bajmë në supet tona për të realizuar deri në fund një shtet të plot dhe të zhvilluar. Në anën tjetër, sot
përgjegjësit e kësaj masakre dhe ekzekutuesit e saj nuk janë ende në bankën e drejtësisë, në atë bankë ku njerëzit tanë shpesh u ndaluan pa drejtësisht. E fatkeqësisht ende na rinë mbi kokë një çështje e cila duhet të zgjidhet përgjithmonë, në përpjekje që të barazohet krimi dhe mbrojtja. Por nuk ka zë më të fuqishëm se heshtja e kësaj lëndine. Heshtja e kësaj lëndine që i tregon gjithë botës se kush ishte agresori, kush ishte vrasësi dhe kush janë viktimat. Historia e sidomos ngjarjet më të rënda nuk harrohen, nuk fshihen dot, nuk anashkalohen, sepse të ekzekutuarit kanë emër dhe mbiemër, e mbi të gjitha kanë komb vendlindje dhe sot kanë shtet. Të gjithë ishin diridashës që të gjithë u vranë veç pse ishin të tillë. Puna jonë nuk duhet të ndërlidhet vetëm me datën përkujtuese të 27 prillit. Puna jonë duhet jetë e përditshme, pa dallime, e bashkuar, e unifikuar në mënyrë që të rënëve t'ju madhështojmë sakrificën e tyre, ndërsa familjarëve t'ju lehtësojmë dhimbjen. Edhe në faqet e shtetit tonë të shkruajmë këtë histori, e cila mbetet sigur i shënuar i ndërtimit të shtetit. E gjithë kjo, sepse kjo tokë është e jona, sepse para nesh të gjithë të rënët duhet të prehen të qetë, e ju të nderuar qytetar, familjar dhe dëshmitar, të jeni vetë rrëfimi i lirisë, kushtrimi i kësaj lirie për të cilin paguam çmim të madh. Dhe sot, në një ditë të shënuar, e kemi një vendim të drejtë, lirimin e komandantit Ramush Haradinaj, në ditën që shënon padrejtësinë më të madhe që është bërë në Kosovë, në masakrën e Mejës. Dhe kjo është shpërblimi më i mirë si lajm i tillë që mund t'ju vije familjarëve, dugagjinit të Kosovës dhe gjithë shqiptarisë. Lavdi për të gjithë të rënët për lirinë e Kosovës, i bekuar qoftë shteti dhe liria e Kosovës. Faleminderit zonja kryetare. Të nderuar të pranishëm, sot na ka nderuar me pjesëmarrjen e tij edhe presidenti i Republikës së Kosovës, shkëlqësia e tij zoti Hashim Thaçi. Zoti Thaçi ka kohë që po premton për një gjë shumë të mirë në këtë vend, prandaj koha është e juaj të flisni, urdhroni. Nderuara kryetare komunës e Gjakovës, zonja Kusari, nderuari minister Hoti, të nderuar deputet, zëvendës ministra, përfaqësues të shoqatave të përgjeturve, familjeve të dëshmorëve, të nderuar familje të martirëve të Kosovës, zonja dhe zotrinj. Dita ndërkombëtare e personave të pagjetur në botë shënohet me 30 gusht. Ndërkaq në Kosovë, ajo me të drejtë shënohet me 27 prill, në ditën kur forcat ushtarake dhe policore serbe vranë dhe masakruan 376 këtu në meje të Gjakovës, 376 shqiptarë. Sakrifica dhe dhembja e madhe e Mejës është ajo që përmbyll javën e të pagjetur dhe të viktimave të terrorit shtetëror serb që u zhvilluan anë e kënd Kosovës, në Qirez e Likoshan, në Prekaz, Preqak, Krushi, Zbis, Rëzall, Qikato, Poklek, Qysh e ku të mësuan banorët e pafajshëm në vitet e luftës 98-99. Liria dhe pavarësia Kosovës në themelet e saj ka gjakun dhe jetën e dëshmorëve dhe të martirëve. Prandaj, për dëshmorët dhe martirët e Kosovës, nderimi institucional është i përjetshëm. Ne përkulimi me respekt dhe pietet e thellë para secilit dëshmor dhe martir. Në emër të presidencës së Kosovës, përshëndes çdo familjar të martirëve, të rënë për liri, çdo familjar të personave ende të pagjetur. Ne shprehim dhembjet më të madhe për nenat, fëmijët, baballaret, vajzat, djemt, kreç dhe burrat që psuan e meje këtu e 18 vite më parë. Zonja dhe zotrinj.
liria, demokracia dhe çdo vlerë ndërtuar me mund dhe sakrificë në Kosovën e lirë tash e 18 vjet nuk është e plot pas bardhjen e fatit të personave të vrarë, të masakruar, të zhdukur, të varrosur brenda dhe jashtë Kosovës. Ne falenderojmë të gjitha institucionet vendore dhe ato ndërkombëtare për ata që kanë bërë deri me tani, por që duhet bëjnë edhe më tepër në të ardhmen për zbardhjen e fatit të çdo të paqetur. Por familjet e personave të pagjetur me të drejtë kërkojnë që të bëhet më shumë për zbardhjen e së vërtetës për me të dashurit e tyre. Ata me të drejtë kërkojnë të dinë përfundimisht se kush kanë qenë urdhëruesit, zyrtar dhe ekzekutues të krimit në periudhën e vitit 98-99. E ne të gjithë e dimë se hartuesi i këtij plani për vrasje është Serbia, shteti i Serbisë. Përpjekjet për të ndryshuar çdo rast të krimit mbi civilët e pavajshëm nuk do të ndalen asnjëherë. Po e çka mbetet jashtë mundësisë ndikimit të institucioneve tona, i takon edhe bashkësisë ndërkombëtare që të ushtrojë trysni serioze tek Beogradi zyrtar, i cili posedon arkivat dhe të dhënat e sakta të veprimeve të ushtrisë dhe policisë serbe që kryen vrasje, spastrime etnike deri në përmasat të gjenocidit në Kosovë. Të nderuar të pranishëm, ne duhet të kujtojmë të kaluarën me krenari, në të njëjtën kohë të punojmë edhe sot me gjithë potencialin ton për konsolidimin e shtetit dhe perspektiven ton euroatlantike. E kjo mund të arrihet vetëm duke qëndruar të bashkuar, duke punuar bashkarisht në frymen e vlerave euroatlantike të mirëkuptimit, të pajtimit dhe një perspektive të sigurt për fuqizimin e shtetit ton. Orientimi drejt vlerave dhe institucioneve euroatlantike nuk ka alternativë. Ne do të punojmë maksimalisht që sa më parë jemi edhe pjesë e NATO-s, edhe Bashkimit Evropian, edhe organizatës së Kombeve të Bashkuara. Siç e tha dhe kryetari Kusari, në këtë ditë të dhimbshme për qytetarët e Kosovës, sot kemi një lajm të mirë, sepse më në fund mbi shpifjet, intrigat e Serbisë nga njej përsëri drejtësia ndërkombëtare, duke vliruar përsëri komandanti dhe kryetari zoti Haradinaj, prandaj mbi atë përpjekje shpifse të intrigave të Serbisë nga njej Kosova dhe nga njej bashkia ndërkombëtare. Jeni të sigurt se përsëri e kemi fituar luftën, e kemi fituar historinë dhe do ta fitojmë edhe të ardhmen në raport me Serbinë. Faleminderit shumë. E lavdi dëshmorë. Faleminderit zoti Paqi. Familjarë të nderuar, edhe më tej nuk e kemi një memorial të ndërtuar ku mund të pushojmë dhimbjen tonë. Projekti është nisur çmoti, por është zbarritur në mungesë të vullnetit për të ndarë mjetën nga pushtetarët. Këtyre ditëve, projekti ka kaluar në duart të qeverisë të Kosovës, e cila ka ndarë 300.000 euro për ndërtim. Agjencioni i monumenteve ka hapur tenderin për ndërtim. Jemi në pritje të finalizimit me shpresën se do të përfundojë një projekt i tillë. Në emër të qeverisë së Kosovës, do të ftoj ministrin e financave, zotin Avdullah Hoti. Të nderuar qytetarë të mes të Gjakovës, familjet të trënëve, të dëshmorëve, të invalidëve, nderuar president, nderuar kryetare, zyrtarë të qeverisë të forcave të sigurisë, gjithë që jeni prezent, ju përshëndes gjithëve në emër të kryeministit Mustafa, i cili fizikisht nuk është në Kosovë, për qenë bashkë me ju në shënimin e kësaj ngjarje të veçantë për Gjakovën dhe për mbar Kosovën. Ditë e pranverës, javë të pranverës, këto muaj janë tranë për krejt Kosovën. Tu fillu prej marsit e tutje, nuk ka javë që nuk jemi bashkë në ngjarje të ndryshme përkujtimor, por kjo është e veçantë.
u bën kaq vite që kanë ra këta njerëz dhe çdo vit numri i njerëzve që shfaqin nderime është gjithë një e më i madh. Unë jam i mahnitur me gjithë këtë numër sot këtu dhe kjo tregon më së miri respektin që kemi ndaj këtyre trënve dhe në fakt i thret ndërgjegjes secili qytetar, në veçanti të institucioneve që të bëjmë maksimumin që gjaku i këtyre njerëzve ta dëshmojmë që nuk ka shku kot, por ka shku për shtetin e Kosovës, për lirinë që po gëzojmë sot, për një shtet që me cilin duhet ndjehemi gjithë krenarë. U fol nga kryetarja, nga presidenti për krimin që e bën këtë vend në plot vende tjera të Kosovës. Drejtësia ndërkombëtare po flet çdo ditë edhe vendimi i sotëm për lirimin e zotit Haradinaj tregon për kauzën e drejtë që ka pas secili qytetari i Kosovës. Gjithë ata që janë vrarë nuk janë vrarë pra asgjë tjetër përveç se që kanë qenë shqiptarë dhe që kanë dashur lirinë e këtij vendi. Lavdi i trënve, lavdi dëshmorëve të kombit, i përjetshëm kujtimi për ta. Faleminderit. Falenderojmë zotin Hoti, ndërkohë që radha në këtë foltore është për deputetën e zonës, zonjën Teuta Haxhiu. Të nderuar familjarë të personat pa gjetur, të nderuar familjarë të dëshmorëve, ju martir, ju veteran të luftës, gjitha institucionet e pranishme të nivelit lokal të qendror, para se gjithash, sinqerisht ju tham që vim 18 vite dhe të presim që ende të finalizohet një projekt i një masakrës më të madhe në Kosovë, kjo nuk është që na bën me undi mirë. Vërtet, unë ndan 300.000 euro, por me kërkesën e deputetëve dhe falenderoj 38 deputet që votuan për atë kërkesë, sepse vërtet qeveria nuk u ndihet aq mirë kur i ndau. U obligu. Ne jetojmë çdo ditë jetojmë me lapidaret ngritura nga familjet. Të fillun nga lapidari i pa përfunduar në meje për të vazhduar gjithë lugun, pra deri në Dobrosh, lapidaret e ngritura me kontributin e familjeve. Por, sot, vërtet, sikur çdo 27 prill, jemi në meje për të kërkuar që kriminalët dalin para drejtësisë. Ajo është motoja që e kërkojmë në vazhdimsi. Prandaj, më lejoni që në radhë parë si një nën, edhe si mësuese shumë prej të vrarëve në meje, t'i baj thirrje faktorit ndërkombëtar, që të kthej vëmendjen nga masakrat në Kosovë, pra në Celin, në Krush, në Likoshan, në Libeneq, në meje, që për shumë pak orë pra u masakruan 376 qytetarë të pafajshëm. Dhe mos të merret me barqët e lirisë, sepse ata janë liria vetë, ata ishin të pafajshëm dje, sot edhe nesër. Ata janë themeli i lirisë. Prandaj, le të mirret me kriminalet, të cilët kanë emër dhe mbiemër, dhe të cilët shumë shpesh tentojnë edhe të vinë e ta vizitojnë Gjakovën. Për ne, historia është histori dhe nuk tentojmë pra që të ndërtojmë të ardhmen duke harruar të kaluaren. Jemi këtu atëherë kur kriminalet dënohen, atëherë mund të bisedojmë edhe për gjanat e tjera. Prandaj, lavdi gjithë trënve në Kosovë. Faleminderit. Shoqatat familjare nga tërë Kosova po ngarendin në përvarre në përkujtime për të ndriquar fatin e atyre që janë të vrarë, e të zhdukur madje. Edhe më tej kërkojmë familjarë tanë që janë në për listat e të zhdukurve. Edhe më tej jemi në ankthin e pritjes. Në emër të shoqatave të familjarëve të Kosovës, ftojmë prindin që po kërkon të birin nga Mitrovica, zotriun Bajram Qerkinin.
I përshëndes parin familjar të cilët sot janë ardhur këtu njën diçka të re. Familjar të nderuar, më i riva i që ka këtë dhe ai më i vjetë. Tre dëgjojnë pak. Në fjallë të mirë, por janë ramushi i papajshëm. Edhe në mërzia, edhe në gëzime, duhet i përshëndesëm krenat të cilat janë këtu para neve. Kush janë ata? Tu njësë presidentin, kryetarët komunës shumë aftë, ministri finansave, bashkisë fesë islame edhe tjerë, komandantë, ushtri, flesër dhe pjaka të cilat na ka shu edhe shëndetje. Bajrami do t'i thëtë dhe fjallë nemen të shëqatëve ashtu që shuthira një moderatore shumë aftë që shumë pak janë vend me folë. Edhe në fillim, edhe në barim t'i mbyllë të natyrë dhe duhet vështëri. Duhet të rëkitëm që kësha pas qeftë, mësë mi përsërit asë që ka thonë presidenti, asë që ka thonë Mimoza, po asë që ka thonë edhe, por do t'i thëmë dhe fjallë të prekuna ne familjarëve të cilat pak për mene. Ne kemë ontin matë modin të gjonë njerët kërës janë. Kemë edhe mërzin ta kur i shumë që janë në një ledin ende pa të regullume. Kemë kërkesa shumë të mdoja, por disa kërkesa që ka mujtër me i bonën pushteti lokal apo pushteti i jonë nuk i ka bon. Tiri kur nuk e di. Do të vjen dita se do t'i bën. Institucionet tona nuk po bujnë sa duhet presion të ndërkombëtarët. Ne nuk e dim, por e vërteta është se kohën të funit duhet i përmeni kanë lëviz gjonat përpara. Për herë të parë, namen t'ju, namen të atyre që nuk e dim, ka thirrë presidenti par dje në kafe. Dhe plotësisht ulshum në atë nivelin të cilët na kur rrim bisedojmë haptas për personat pa gjetën. Asnjë sen nuk mujnë me bon vetën pa shty procesin ndërkombëtar. Derisa na i kem këtu ndërkombëtar, duhet të shfrytëzojmë dhe të thomë zoti ju jeni këtu për më na ndihmu për zvarrin e fatit të pagjetën. Pushteti lokal duhet të kenë kryesisht një kartë ku i ka djem, ku i ka fëmijë ai pagjetën. Këtë kategori e kanë lënë mbrapa. Kjo kategori nuk ka të drejtë shkollimit sa duhet që kanë tjera të kategori. Nuk. Unë i shmoj shumë dëshmorë, 2 kanë në shtëpi. Por 2 dëshmorë të shtëpia kanë të drejtë, ky që i ka të pagjetën s'ka drejtë konkurs të konkuron. Asë në shkollim, asë në punësim, e lene mo në strahimin të cilët tash në kanë bo edhe stërnipat kanë kriju familje. Ju kësha lutë, tu një spet presidentit, një teri aj, pushtetit lokal, këtë kategori të këshyrin se kuj janë fëmija tonë, kuj kanë këta fëmijë. Çfarë gjendje janë? Kush mundet për në animu, kush mundet për nojë? Kemi lypë memorial këtu, komunal, po kemi lypë memorialin tjetë në qendër të Prishtinës. Dikush e përmeni 18 vjetë, për prind nuk është 18 vjetë. Nimen Musa ka qenë komandant në pjesën e Sholës, thët 18.000 vjetë është për familje. Nuk flanë rahatash një familje. Si shumicë, familja kanë shku. Si shumicë ne kanë mush 18 vjetë, kur ka linë gjatë luftës. Si shumicë kanë kriju fakultetin e mjetë sakak. Si shumicë kanë kriju familjes që s'kanë strehem. Dohet këqyret. E kem një liqë gjëmt. Pej 2010 kërkesat mdoja pej familje, ende nuk, kush përna pengon ato mi kry? Ndërkombëtarët? Kush është taj që është ka na pengon ligjin mi punë? Bili, u gjini meshëm atje, ka thonë nuk, ne në 16 duhet mja hek një në penzion.
38 vjetë kom punu në Trepçe, thët api dënë djallit, api dënë toni. Ku kamër është? Qfar ligji ka është? Zëja despotete, që foli këtu, kom bëhe, kanë bëhe deputete, kanë bëhe këto në regull, edhe të uta o konë prezent me aty kur kom tonë, o, moni me këtë listë se në mytë, moni me këto vendimit, merta. Nuk e ka ditë asë kërministi, se ka ditë asë ministri i finansa, se ka ditë edhe Zavenci kërministarët në kushi kërimi shku ka thonë, është përqitën që tash për herë parë për di. Neve që 6 muaj nuk në kompenzohen aty sanë. Prind lodhër, prind dashtën, këtë të bim për edhe në të bime tjera, prej 20 nishit, këtë që po flet s'ka lën vend pa shku. Do të thomë një fjallë, një none pa dorë, edhe një djallit 16 vjeçar, kërë më ka pyetën ne, junik, a ka të gjallë. Pa dhe sot në autobus ka vijune, më kanë pyet Bajram, a bani ju pyetje në herë për të pa gjallë? A ka të gjallë dikun? Përgjigjen e kena për shtërbije zoja dhe zotni, që ju dhem zemra, se në 8 vjetë e poshtë i keme dhe 101 pa gjetun, nivel të Kosovës. Përgjigjen e kemë që ata voglit ndodhë që dikush i ka adaptu, apo ka trafiku, fëmi që shi kanë posë edhe adet për para sërbet. Tjerë nuk ka të zonë. Kështu kemë një informant pe grupit punus i cili shpesh herë e morrin edhe Bajramin në grup dialogus apo punus me Serbi. Të të mënona të tjemë edhe maj shkurt. I loshi maj madhë për ne familjarë është na përkrohin institucionet lokale teri aton qendrore. Kohën e funit kanë lëviz gjena, do të dalin në del e vërteta në qendër ku ndoshta do të na kenë lakmi krejt shtetet për rreth se ka shku për para dhe është bon në plan program ose duhet kuptohet qashtu që shpëthohet. Komision për vërtetu vërtetën vend dodhjen e familjarëve tonë. Kur dihet e vërteta, sikur që dihet në meje, po edhe shumë tjerë se na nuk mundna të lidhëm me për meje, edhe nuk është dita ndërkombëtare veç e mejes, po është në nivel të Kosovës, si vjet Këshilli organizativ ka thonë këtu, e në mot në shtafet në Rezat, ose të vetë në Mitrovic. Nuk është e caktume, e kemi morë këtë ditë, se është masakra me e madhe, thëmë me e madhe, se ka edhe matë madhe me numër. Po për një ditë, për një orë, është fështirë të thuhet që ka su kërtu. Po edhe fështirë është të organizohet kësisoj. Duhet falemendur. E tash e vërteta, une e kisha te kalu, shumë pyetje këm, shumë përgjegje këm, që kanë thonë familjarë duhet përgjegje një për qytet, por do të jam i shkurt edhe kështë qenë kes për mu, mos të falemenderohet, edhe Komisioni Qeveritare edhe ata të cilët u bon se beh, po Ministri Finansave keni shku 110 vetë në pushim për herë të parë, pa asnjë cent në bojnë. 72 nona më kanë thirrë edhe më kanë thonë faleminderit për ati që bon se beh se kur në bojnë konsion. 72 nona. Prej kësoj meje kanë shku 8. Onë për veti për flasë. Ma shumë im ko i knoqën që një dë gratë të cilat kursin dojnë prishtë. Kursin ko, se për veti që i kon kalu vërojnë. Edhe me pashku, edhe me smeshku, edhe që më kushë. Është kesh me thonën, por dë vërtetën duhet të thonë. Për herë të parë, institucionet tona prap kanë vendosë që të shkohet edhe 100 gra, por edhe do të kemë përkrahjen e Këshillit koordinues për vazhdimin e punës të cilën duhet ta kemë një herë në javë. Asnjë sen nuk e keni zoja dhe zotni që nuk e qojna në vend porosin e juve. Me familjarë kom kontaktet mëdhaja. Besomni
se ndoshta ka njëherë jemi tepër edhe të ndërkombëtarët, edhe të këta që i kemë prezent këtu që më vjen shumë keq, ka njëherë edhe me pranxhetën i shumë në konflikt, për shkak se nuk kena mundësi më shumë e bo. Duhet me bo, edhe duhet bojnë. Krejt në fund, imazhin e ju nuk kom qare për që unë ven. Fjallët e juve që mi keni qu këto ditë nuk kom qare për që unë ven. Mos harroni se nuk keni vetën, dhe mos harroni se nuk është e vërtet që s'kena bon kur gjë. A kena mujt ma shumë? E thanë për para me, nuk du të thonë, kena mujt. Por s'kena bon kur gjë, si shtet, po shnerën më stëni qështë. A duhet me bo ma shumë, duhet me bo. Tu nisë, këta shprej për shtetit lokal e të erinasht. Bashkia ndërkombëtare unë shtu për më në ndihmu. Dje ishte në takim drejtori Tarja s'di qështë për konvjen. Mirë po, mi ka thonë do sene se do t'i marrësh një regjistër që se ke posë për ndorë. Do të kish vend ndodhen që vi kërkon në shumë vena. Do të kish edhe njerëz përgjegjës. Por e juve është meshti. Në qofë se mrena qershorit, terin korrik, nuk i vojnë që ato planifikimet të cilat na i kanë thonë, e lësë komplet mejen qështu, po edhe tjerat komuna të bohën bashkë para kuvendet dhe të tomë, zotnis, premtimet e juve nuk keni mush. Se mon nuk mujna të thomë dolëm bina, vesh premtojmë, e njerisht shkojna rrinë ka. Zoti Shodha në takon me ata që kanë shku në vend hojri, Zoti Shodha në animon edhe këta që si kena, edhe njështa gëzohëm, që shu gëzohëm sot për Aradinin, gëzohëm edhe i gjonë. Allah e animoft ju edhe njëre. Bonë një të fort, se vesh me të forësi mujna një bunke. Muj likë s'ka. Pas këtyre fjalëve jo shumë shpresdhënëse nga familjari, mund të themi edhe njerë se familjarët motivohen mbi gjakun dhe dhembjen e atyre që ranë për liri. Një frymëzim për pushtimi vjen nga nxënësit Erbrina Golaj dhe Agonjeta Haxhiu. Sot jemi këtu për të përkujtuar e për të mësuar që të mos përsëriten gjërat. Sot, të paktën sot, nuk duhet të heshtim, duhet të flasim për tragedin. Heshtja nuk është humanitet. A mendon kur se ne nuk jemi human? Me heshtje mbjellim harresën. E këta e kemi mbjellur shumë herë në histori. Duke mos mësuar nga Golgotat e tjera anë kënd Kosovës. Sot, na sfidon aroganca riokupuse e të njëjtës fatkeqësi. Jo veç historia, por popullit shqiptar i përsëritet edhe harresa. Jo hakmarrje, por as harres jo. Kështu i amputuam ngjarjet në historinë tonë në përshekuj. E ajo falsifikohej, derisa të tjerët e marrin rolin e viktimës. 100 vjet për ndjekje, eksod, djegje, parosje, të gjitha këtu i mbuluam me harres. A mund të ekzistoj historia e mbamendjes nëse historia nuk shkruhet? Dhe kush e pengon shkrimin e historisë post-okupatorit? Pse censurohet shkrimi historisë dhe atë e rrudhim në data për kushtimesh dhe libra autorësh individualist që parcializojnë epopen e një tragedie botërore si kjo e Kosovës. Luftën e Kosovës e shkaktoi urrejtja, përdërisa e fitoi drejtësia njerëzore. Shtetet mike me ndihmën e NATO-s dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe kjo aleancë fitimtare e luftës kundër terrorizmit shtetëror serb është mirë ta shkruaj historinë e re. Dihet se okupatori ndalon shkrimin e historisë, e falsifikon atë
Dhe aty ku nuk mund fare të shpreh gjurmët e krimit, aty përpiqet dhe ja del që ai të merr rolin e viktimës. Nëse historia hesht, mos të hesht drejtësia. Flisni për krimin, dëshmoni e mos heshtni. Një piskam tokën kalkundur, kërkon shqipja djem të humbur. Nana thret djalis përgjigjet, zemra nanës flok po digjet. Kur në lokja i qang pirit, shkrep rufeja në kup qelit, pre të zeza turbohet, bre shërlot të shmbivel shohet. Thirja nanës ta rënqeth mishin, do masaj thell tjek shpirtin. Thirja nanës fut gjall në vet, biri nanës fal markuje. O shqiptar ka të shumë vujte, në emër të Zotit po të bëj një lutje. Nëse ndovesh dikun gjall, thuja nanës pirveç një fjall. Fal me nanën poshtë movin sot, mos e let mbytur lot. Si shkoj loti veç me vaj, heke lotin sytë e saj. Dite natë mend janë ty, loti mallit pik gjakun sy. I bjen gurët e bën copa, i bjen votrës e qatë toka. Në qaf zhallë birë në shama thirjen, mos ja kthe në lokën shpinen. Kthe e birë kryt pre më mdheut, fal me nanën, fal në burri dheut. Para jush do të ftoj zotriun Zeq Tahiri në emër të shoqatës 27 prilli. Të nderuar familjar të dëshmorëve martirëve të Kosovës, të nderuar struktura udhëheqëse të deputet e gjithë ju të pranishëm. Kujtesa e hidhur e krimeve të Serbisë në Kosovë po na mbledh për 18 vite, duke kthyer mërzin, rënqethjen dhe dëshpërimin. Po mbledhemi për të kujtuar krimin, për të ngushtuar njëri tjetrin e për të parë njëri tjetrin në sy, ku secili prej nesh e ka një rrëfim. Nuk e kanë të lehtë të udhtojnë anëkën Kosovës e të vijë në këtë lëndim të lotëve shumë familjarë. Por kjo tregon se liria sotme është ndërtuar mbi familjarët tanë e mbi të gjithë ata që u fluan e kontribuan. Këtu janë prindrit afërvarëve të fëmijëve, e fëmijët afërvarëve të prindve. Janë familjarët që kanë mërzi për të dashurit e tyre dhe kështu të jemi gjithnjë për të mos harruar se harresa është vrasje më e tmerrshme dhe është hakmarrje e pa justifikueshme. Kosova edhe më tej kërkon të di për fatën e atyre që nuk janë të pagjetur. Edhe më tej nuk i kemi mbyllur varret. Këtu ka shumë familjarë që jetojnë me zemër të ndrydhur. Edhe më tej drejtësia nuk ka gjykuar kryqësit e veprave kriminale që i bën masakret, vrasjet e dëbimet. Të nderuar pjesëmarrës, memoriali martirëve në Meje është nisur prej shumë vitesh dhe ka kaluar në përpengesa të natyrave të ndryshme. Është nisur e nuk është kryer. Komuna e Gjakovës ka arritur deri diku të realizojë projektin, ndërsa tani ky projekt ka kaluar në duar të qeverisë. Qeveria e Kosovës për herë të parë ndan një shumë të konsiderueshme të mjeteve për ndërtimin e këtyre varrezave edhe përkundër shumë premtimeve. E kjo shumë arrin vlerën mbi 300.000 euro. Së pari do të intervenohet në rregullimin e varreve me merr e pastaj kemi premtime se vitin tjetër e gjithë projekti i Mejës do të përfundojë, ku mbesim me shpresë se kësaj radhe nuk do të dëshpërohet.
Shoqata 27 prillit falenderon të gjithë ata që bën organizimin e sotëm, ata që udhëtuan nga larg, komunën e Gjakovës, komunitetin e Kryqit të Kuq ndërkombëtar për ndihmën e madhe, Kryqin e Kuq të Kosovës e shumë të tjerë. Edhe një herë po ndahemi me shpresë se vitin që vjen këtë organizim do ta bëjnë në rrethana tjera. Ju faleminderit. Të nderuar të pranishëm, këtu po ndahemi për ta bartur me vete kujtimin për tërë jetën dhe nderimin për ata që u bën themeli i lirisë dhe për lavdina atyre që bën shumë për të sotmën tonë. Mirupafshim në takime të tjera. Faleminderit të gjithëve.